Këta ekspert që kanë ba ekspertizën dhe kanë paraqit pronën në pozicionin e rrjollit, këta kanë ba falsifikimin e plot. Pra, nëse dokumenti i tij do të ishte i sakt, ata do të ishin tek Rana Hellun. Sikur e marrim, sikur është e vërtet dokumenti i tij. Unë duhet të them këtë, që ekspertët të thirren dhe të vënë para përgjegjësisë se përse e kanë përcaktuar vendodhjen e pronës po në atë pozicion që është atë. Një nga kryesorët është Fatmir Shpellza. Fatmir Shpellza është autori. Këtë e lash jo për në fund, por para fundit për arsye sepse ky person ka luajtur të gjithë rolet me njerëz të fuqishëm, cilët nuk jetojnë sot, po ata që jetojnë s'pash në nevojë t'ja japin emrat, po e din vet Fatmir Shpellza, dhe të gjithë këta persona që unë i përmenda më sipër kanë qenë aktor në falsifikimet e dokumentacionit. Një nga kërkesat e mia që i kam pas paku që është kyç është Arben Selim Kopliku. Arben Selim Kopliku është një nga hipotekusit e vitit 93 deri në 98, ka qenë drejtues hipoteke në rrethin e Shkodrës. Ky ka lëshuar dokumentin e vërtetimit pronësisë timin dhe këtyne fshatarëve këtu, dhe ka lëshuar njëkohësisht edhe të zotërisë në fjalë. Megjithse, dokumenti i Fatmir Shpellzës nuk ka emrin e tij dhe ka një femër. Pra, emri që përdoret në vërtetimin e pronësisë së zotit Fatmir Shpellza, që ka marrë pronën, është një femër. Atëherë, unë i them spak, jepi drejtim dhe shikoje se cili person ka qenë ky person që ka lëshuar këtë vërtetim pronësie. Ka qenë Arben Selim Kopliku që për mua është i nderuar, apo ka qenë një femër tjetër në detyrë. Nëse ka pas dy hipoteza. Kush është zonja? Zonja nuk jam më men emrin, por në studion opinion mund ta gjesh sepse edhe ai emrin, por edhe ai nuk e ditë se kush është, më duket se është kjo, por do ta gjej prokuroria. Kjo është ajo më kryesorja që vërteton dokumentin është i falsifikuar ajo. Nëse Arben Selim Kopliku thotë që e kam lëshuar vet, atëherë do të përballet dokumenti im me dokumentin e ati sipas vjetërsisë së dokumentit, sipas vjetërsisë së bojës që është shkruar me mbi e zeza mbi të bardhë, del se vërtetimi i pronësisë imi i cilit vit është dhe vërtetimi i pronësisë së tij i cilit vit është. Ju përmendët një zotëri nga Puka, mund ta sqaroni edhe një herë pozicionin e tij në raport me këtë pronë? Unë sqarova, ai ka 35.000 metra katror në Blue Bark. Dhe akuzoni për çfarë? E akuzoj si bashkëpunëtor në falsifikimin e dokumentit. Keni denoncuar? Po patjetër, unë kam marrë këto që po thlas, i kam lëshuar në kallëzimin e prokurisë. Këta është i grup i strukturuar kriminal. Këta i kap neni i kodit penal 287 i kodit penal. Kodi penal 333. Përveç Spakut, a jeni interesuar në prokurorinë e Shkodrës? Çfarë është bërë? Asgjë, jemi në hetim. Na thot, siç e kanë këta, e kanë metodë pune që thonë drejtoju me shkrim, merr përgjigjen me shkrim. Ne drejtojna për një pyetje. Kanë marrë pyetje në prokurorinë e Shkodrës apo kanë thirrur në një? Deri tani vetëm 3 persona na kanë marrë, asnjë më tepër. Zotëri kam edhe një janë 20-30 veta që aty kanë bërë kallëzimin dhe nuk ka marrë as munimin që t'i thirrin. Zotëri ju thatë që keni edhe një emër të fundit, se në shkuat deri te zoti Fatmir Shpellza. Arben Selim Kopliku, i cili ka qenë hipotekues në vitin 97. Kaq. Ky ai fundi që e mbyll kapitullin. Nëse Arben Selim Kopliku e ka lëshuar këtë dokument, do të përgjigjet përpara si ma lëshoi mua në 96-ën për këtë pronë dhe në 97-ën po për këtë pronë ja lëshoi një tjetër. Zotin Bashkim Ulaj, për çfarë akuzoni? Bashkim Ulaj ka falsifikuar i herë degjecën publike. Së shpejti ju premtoj këtu që do dalin me zë dhe me figurë personat të cilët kanë qenë degjecën publike, që nuk kanë lidhje me fshatin Baksërrjoll. Këtë ja u premtoj, do t'ja shihni vetë, do t'ja jap cili do lloj televizorit t'i shohin vetë ata. Se cilët janë këta persona. Dhe çfarë thonë ata personat. Zoti Molla, ju keni mbyllur çdo rrugë negociate me zotin Bashkim Ulaj, pra nëse ai vjen nesër dhe kërkon një marrëveshje me ju, jeni të gatshëm të ulini dhe ta diskutoni sërish? Jo, ai e ka mbyllaj me ne. Ai tregon forcën. Nuk ka rast më, ka pas rast vallë, i thonë një muaj e gjysmë afërsisht edhe ai nuk ka afru asnjë gjë tjetër veç arrogancën, ka sjell vetëm probleme, ka sjell policinë se aq policë sa janë aty nuk i ka pasën protestën e Sali Berisht atje, nuk e di pse i sjell të gjithë ata policë, nuk e di se si shteti shqiptar ka mundësi që të paguajë aq policë për të mbrojtur një kriminal i cili me dokumenta të falsifikuara po ndërton. Faleminderit.
përpara shpakut për të kërkuar drejtësi. Dhe kjo drejtësi tash 35 vjet nuk është dhënë. Flem në për shtëpiat tona, flem në trollin ton, dhe kur zgjohemi nesër mund të zgjohemi që të kemi përpara një kufi, një fadrom, një ekskavator, mund të kemi një maune të vjetë të shkarkoje qakullat, të shkarkoje shavore i netë para trullit ton. Para na i kërkëm shpakut, sepse po merë edhe nga djersa jonë, po merë nga rroga jonë, po merë 10 euro edhe nga unë si pensionist, për të punuar, për të bërë detyrën, ja për të bërë spektakle për zyrat, e për të shitmen, se ka foristrata, se ka bodyguarda mrapa. Kujdes, zotëri të shpakut, se këto bodyguardat nuk i rujtë të jetën, populli do t'i ruje. Kjo tokë që ne kërkojmë, këto troje që ne kërkojmë, nuk janë të ullajt, janë të qunë mullajt, janë të Sabuletinit, janë të Gjon Markagjoneve, pra janë të gjitha atyre që ka dhënë jetën për këta troje. Dhe kujdes se kjo jetë do t'jepet prapë për këta troje, zotëri të shpakut. Prandaj, kyjni të tyre se paguini nga me të shtretit të Shqipërinë me është edhe në Europë. Kryeni të tyre, ju avokatët e popullit, avokatët që jeni në për kafene, dhe që gjoja mbroni popullit, ju do t'ishim sot këtu, do t'ishim me ne, do t'ishim me Rjollën, do t'ishim me Thethin, do t'ishim me Valbonën, do t'ishim me Dukatin, do t'ishim me Kurdanin, do t'ishim me të gjitha të vendet, ku sot merret prona, ja vitet prona, villet prona, ku jemi zotëri kështu? Ku jeni? Po se besoni mo, ashtë një politikani ta 35 vjetë, si mojta shqitjatat, falë që unë jam i djatë, nuk ka besim mo dhe ashti nuk ka besim. Le të shtohet nëmri policisë, këtë popull, këtë njerëzëlik, nuk do të ashtuke, as i Tirama ma të shenjën, e mbyllës gojës, nuk kemi për të mbyllë gojën kur zoja zotëri. Dhe do t'jemi të gjithë parë, se populli shqiptare ka përballuar gjithmonë, edhe fuqitë e mëdha, edhe fuqitë e vogla, i kemi shpën në përtojet e vetë dhe kemi shëndru pesnik në trojë shqiptare. Se falni sepse do është shumë të ishit prezent tu, do të kërkosh që të ishit prezent, por ju e dini shumë mirë, që popullsia në Shqipëri, ju e dini shumë mirë, se popullsia në Shqipëri 70% kemi mbet ne pensionistat, ne vlerë që paguemi nga fondi i shtetit. Bile, i kërkojmë shpakut përfundimisht për ta mbyllë, i kërkojmë të punojmë në dashpëri, se kjo dashpëri do t'jetë ajo që ne do t'a vlerësojmë nesër, sepse pas mbylljes të mandatit, sepse mandati nuk është i presim këtyre, do t'vije rrugëve tona, mos t'a pështyjt njerëzit, mos t'i tali para njerëzit i thonë o hajdut, o i blerë, o i shqitur e tjetje. Pra të punojmë në dashpëri që nesër kur t'vije në kafene me mu, me nipër të mbesat tona, të kërkojë një fjalë të mirë, të japi një fjalë të mirë, jo ta ofendojmë. Faleminderit gjithë. Rjollit që e bëri të mundur këtë protest sot, jemi nga Durrësi, projekti i Durrës është një nga projektet korruptive të kësaj qeverie. Po do doja të kujtoja të gjithëve këtu që jeni të prezent. Edhe projekti i Rjollit, edhe projekti i Durrës është firmosur nga një person